Ibro po qëndronte në kuzhinë bashkë me disa banor të tjerë, kur Benita u afrua për të marrë diçka nga frigoriferi. Ai, si zakonisht, nuk humbi mundësinë për ta ngacmuar me humorin e tij të tepruar. Duke qeshur dhe me një ton lozonjar, Ibro i tha: "Benita, ti je si një pjeshkë e pjekur. Shumë e ëmbël dhe të gjithë të admirojnë." Ai e thoshte këtë me një buzëqeshje të gjerë, si për të bërë shaka dhe për të nxitur reagimet e grupit. Banorët e tjerë nisën të qeshnin dhe të bënin komente, sepse e dinin që Ibro shpesh e tepron me ngacmimet, sidomos kur do të duket interesant apo qesharak përpara të tjerëve, por Benita nuk ishte as pak e impresionuar. Ajo e pa për një çast me një shikim të ftohtë, ngriti vetullën si për t'i thënë seriozisht, dhe pastaj vazhdoi punën e saj pa i kushtuar asnjë vëmendje. Ajo e dinte që ngacmimet e Ibros ishin më shumë për show se sa për diçka me peshë, ndaj vendosi të mos e marrë seriozisht Ibro, duke parë që ajo nuk po i reagonte, u përpoq ta zgjaste shakan. Duke qeshur dhe duke bërë zëra të egzageruar për të marrë vëmendjen e saj: "Ej, Benita, po unë po të komplimentoj. S'ke me më dhënë asnjë reagim." Por ajo thjesht e anashkaloi, mbylli frigoriferin dhe u largua me qetësi, duke e lënë Ibros shakan pezull. Edhe banorët e tjerë filluan të qeshnin me faktin që Ibro provoi ta ngacmonte. Por Benita nuk ia vari fare. Në fund, Ibro mbeti duke buzëqeshur në siklet, duke e kuptuar se Benita e kishte nën kontroll situatën dhe se ngacmimet e tij nuk e lëviznin as pak.